Përshëndetje, tani do marrim një intervistë në vitit 2 të gjimnazit me emrin Noa. Si je? Si e përjetove rikthimin në bankat e shkollës këtë vit? Për mua rikthimi në bankat e shkollës ishte një përzierje emocionesh. Nga njëra anë isha shumë e mërzitur që vera mbaroi dhe do doja të kisha më shumë ditë pushim, por nga ana tjetër isha shumë e gëzuar që të takoja përsëri shokët dhe shoqet. Në rregull. Cila lëndë mendon se do jetë më sfiduese për ty këtë vit? Do thoja lëndët shkencore si kimia dhe matematika, sepse janë lëndë që nuk i mëson dot vetëm duke lexuar, por duhet të ushtrohesh shumë. Por kohën midis detyrave dhe të shkollës aktivitete të tjera, si e menaxhon? Përpiqem që sa të shkoj në shtëpi të mbaroj detyrat direkte dhe shpërblej veten duke bërë diçka që më pëlqen, për shembull në një sport ose të dal me shokët dhe shoqet. A jam marrëdhënë me shokët dhe shoqet e klasës po aq të forta si vjet? Po, do të thoja që janë dhe më të forta se vjet, sepse tani ne kemi njohur njëri tjetrin një vit më shumë dhe kemi forcuar lidhjet mes njëri tjetrit. Okej, çfarë këshilli do t'jepje nxënësit të vitit të parë të gjimnazit? Do t'ju thoja që mos të stresohen shumë. E di që kalimi nga 9-vjeçara në gjimnaz më të duket e frikshme dhe gjimnazi është pak më i vështirë se 9-vjeçara, por nëse ata janë të gatshëm të mësojnë, do e kenë shumë të lehtë. Okej. Ke vendosur një qëllim për vetën këtë vit shkollor? Po, dua që të përmirësoj notat e mia, sidomos në lëndët shkencore, sepse janë disa lëndë që janë shumë të rëndësishme për mua. Dhe si përfundim, cili është mësimi më i rëndësishëm që ke marrë deri tani në gjimnaz? Deri tani kam mësuar që duhet të jesh shumë i kujdesshëm se me kë e rrethon veten, sepse mosha jonë është një moshë shumë delikate dhe ne mund të influencohemi shumë lehtë në krahasim me moshat e tjera. E vërtet, faleminderit. Kjo ishte intervista jon, faleminderit që na ndoqët.